na nuk kemi edhe ne të drejtë që për ata që ishin të martuar, edhe gruaja të ishte në shërbesë, edhe kisha të jepte financa që pani të shërbente si familje. Pani për vetën e ti nuk po flet në fakt, se pani me sa bine nuk ka qenë martuar. Po pastaj këto vëllezërit e Zotit edhe kefa. Por ajo që pani po thotë është kjo, që është mundur që të jemi në shërbesë edhe kisha të krishterët të japin suport që do të jemi bashkë në këtë shërbesë. Po tani nga ana tjetër thotë edhe këtë, kur pani thotë një grua besimtare, tani është ne e themi, do ta themi që nëse je i Krishtit, duhet të qëndrosh me të krishterët kur bëhet fjalë për martesë. Martesa nuk është vetëm bashkim fizik, martesa është edhe bashkim shpirtëror. Edhe Pavli thotë kështu në Korintasve, duke se thotë, në lidhje me martesën. Pavli thotë në Korintasve, mos u vini në të njëjtën zgjedhje të ndryshme me jo besimtarë, sepse çfarë ka drejtësia me pavësinë. Edhe pastaj pani në mësimet e tij që bën në të tjera, ose në Bibël, kjo është ajo që Bibla thotë, që një besimtar duhet të martohet me një besimtar, një besimtar duhet të martohet me një besimtar. Nëse do të bësh punë e Zotit, kjo është mënyra për ta bërë punë e Zotit. Me që edhe pani nuk ka folur, edhe